Një burim konfident brenda Byros Kombëtare të Hetimit ka konfirmuar për pamfleti se në janar 2025, zyra rezidente e FBI në BKH dhe SPAK i ka dorëzuar zyrtarisht Altin Dumanit një rekomandim të drejt për nisjen e një hetimi paraprak lidhur me udhëtimet e kryeministrit Edi Rama me avionin charter qeveritar Ismaili. Ky rekomandim është shoqëruar me indicie konkrete të mbledhura nga vetë FBI dhe nga shërbimet të tjera inteligjente të vendeve partnere të BE-s dhe NATO-s, që kanë marrëveshje operative antikorrupsion dhe antimafia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht kësaj kërkese të detajuar, drejtuesi i SPAK Altin Dumani nuk autorizoi asnjë lidhje hetimore, nuk e ngarkoi BKH-n për verifikime paraprake dhe deri më 20 prill 2025 nuk i është përgjigjur fare zyrës së FBI. Kjo heshtje, në dritën e një partneriteti të qartë transatlantik në luftën kundër krimit të organizuar, ka ngritur dyshime të forta për anësi personale, mbulim të figurave nën hetim, si dhe shkelje të drejtpërdrejta të detyrimeve ndërkombëtare. Mosreagimi i Dumanit detyroi zyrën e FBI në Shqipëri të ndërmarrë hetim paralel të pavarur, duke kërkuar informacion zyrtar për destinacionet reale, arsyet zyrtare dhe jo zyrtare, si dhe për personat shoqërues në fluturimet me charterin Ismaili, avion me status diplomatik, por me përdorim privat nga kreu i qeverisë shqiptare. Që prej datës 25 prill 2025, agentët e FBI kanë dërguar kërkesa zyrtare për dokumentacion të një seri institucione shtetërore shqiptare, konkretisht Drejtorisë së Shërbimit Qeveritar si autoriteti që ka nënshkruar kontratën për përdorimin e charterit dhe që menaxhon fondet për udhëtimet e kryeministrit, kompanisë Air Albania, e cila ka në pronësi teknike avionin Ismaili dhe mban përgjegjësi për destinacionet dhe kalendarin e fluturimeve, Alp Controllit si autoriteti shtetëror që licencon dhe monitoron lëvizjen ajrore të avionëve brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë dhe si urtak me 10% në Air Albania. Policisë së shtetit për të marrë të dhënat mbi bagazhet dhe interneraret e hyrje-daljeve të avionit në Rinas, si dhe për pasagerët që kanë shoqëruar Ramën në këto udhëtime ose kanë udhëtuar në mungesë të tij me autorizim të posaçëm. Gjithashtu janë kërkuar të dhënat e sistemit Teams për çdo individ që ka shoqëruar kryeministrin në këto udhëtime ose që ka udhëtuar në mënyrë të pavarur me charterin Ismaili në mungesë të ndonjë zyrtari tjetër qeveritar. Nuk dihet ende përse saktësisht FBI ka kërkuar këto të dhëna. Megjithatë, burimet tona konfirmojnë se hetimi po ecën pa praninë e SPAK, ndërsa natyra hermetike e fluturimeve, vendet ku ka udhëtuar si Stambolli, Ankaraja, Dubai, Abu Dhabi, Bielorusia, Azerbajxhani dhe destinacione jashtë BE-s dhe personat e përfshirë janë element që nuk aktivizojnë kod FBI-n, përveç se kur ekzistojnë dyshime për veprimtari të rënda si pastrim parash, trafik ndërkombëtar ose shkelje të sanksioneve dhe marrëveshjeve strategjike. Kjo dinamik vjen në një kohë kur ndaj Edi Ramës rëndojnë akuza për lidhje të ngushta me eksponent të krimit të organizuar, të cilëve u ka dhuruar fonde publike, pasuri shtetërore, leje ndërtimi për kulla dhe rezorte, si dhe licenca strategjike në sektor të mbyllur për qytetarët e zakonshëm.